të mbetëm në një moment tjetër një administratë pragmatike, tha ty, dhe në fakt është pragmatist Donald Trump, edhe ata që e kam parë në 4 vjeçarin e parë, por ka ardhur ky pragmatizëm i tij me një vendim për mbylljen e zërit Amerikës. Është mbyllur tashmë, është firmosur për ju. Është thjesht mbyllja e një agjencie federale që ndoshta nuk ka qenë aq rentabël dhe aq eficiente sa do të duhej në rankimin e agjencive federale, apo është sinjal për gjeopolitikën në rajonin tonë dhe në rajonet e prekura? Dgjoni, e para unë kam parashikuar shumë muaj më parë dhe ne kemi biseduar bashkë këtë temë, që kur erdhi presidenti Trump në detyrë, unë parashikoja që do ndodhte mbyllja e zërit Amerikës e Radio Free Europe në të njëjtën kohë. Mendoj që zëri Amerikës e ka kryer misionin, dhe misionin e vete ka kryer shumë kohë përpara. Tani, unë e kuptoj emocionin e shqiptarëve, sepse zëri Amerikës ka qenë pika jone frymëzimit në kohën e diktaturës, sidomos, por edhe në vitet e tranzicionit. Përveç këtyre 10-12 viteve të fundit që natyrisht nuk ka pasur të njëjtin dëgjues siç ka pasur më parë. Sidomos gjatë periudhës luftës Kosovës ka pasur një rol të jashtëzakonshëm. Megjithatë mendoj që institucionet të tilla kanë një kohë, një periudhë kohe në të cilën ato në një farë mënyrë e mbyllin misionin e tyre. Dhe kjo vlen të paktën unë kështu e kuptoj për sa i përket Ballkanit. Unë nuk mendoj që zëri Amerikës dhe seksioni shqip i zërit Amerikës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, kishin në një vlerë të shtuar këtë kohë, sepse të kohët e fundit. Por sidomos me administratën Trump, kjo është një administratë shumë e zëshme, është një administratë që i thot drejt për drejt gjërat, nuk ka nevojë të kalojë nëpërmjet reporterëve të zërit Amerikës për t'i thënë gjërat, për t'i kuptuar shqiptarët në mënyrat e tjera dhe t'i interpretojnë në mënyrat e tjera. Kështu që për mua është thjesht mbyllje e zërit Amerikës si një organizat, si një institucion federal, i cili kushtonte shumë buxhetit Shtetit Bashkuara të Amerikës, siç thot drejtoresha Kari Lake, faktikisht. Por dëmi që mund të shkaktoj te ne, kjo nuk dihet. Është një institucion shtetëror, shumë institucione shtetërore federale po shkurtohen, jo vetëm në Amerikë, por edhe në vende të ndryshme të tjera të botës. Kështu që nuk më duket në një çudi dhe nuk më duket se përçon zëri Amerikës ka përçuar në mënyrë të drejtë për drejtë qëndrimin e shtetit amerikan, të administratave amerikane po, por administratat amerikane kanë pas politikën e tyre. Gjatë kohës presidentit Biden, zëri Amerikës mbante politikën e presidentit Biden, asaj administrate. E kuptoj këtë, por